Si vendose kështu të bësh çdo gjë? Po s'kum bë kur gjë, në thjesht jam vetja. Je vetja? Po. Po këto korrigjimet e vetës... Vesh mosha bën vetën, thon. Ka njerëz që janë... Ka rënë vetbesimi, edhe mendove që ta... Po pse? Njerëz që kishe ti se edhe unë kam bërë botox, edhe s'kam dash të dukam me rrudha. Po nuk e di pse vi bën tempo, okej, ta shpjegoj. Për shembull, te meshkujt, disa meshkuj mund duken okej, kur janë matri, mandej shkojnë tu, është e kundërta ose nuk e di, ç'ma thojnë mua se nuk, s'më jap vlerësim për veten tëm, s'ka sens. Por se di, mosha bën vetën, dikush bëhet kështu kur është më i ri, dikush kështu më i vjetër s'po di. A ty të ka ndryshuar mosha domethënë? Jo, i ndryshon gjithë. Por në varet tani nga ty të ka rinuar, ka janë konkretisht ndërhyrjet që ke bërë, Blero? Po. Cilat janë? Cilat janë ndërhyrjet që ke bërë në portretin tënd? Mas pari kom ndërhyrën shpirtin tim. I ku tani po. Je shëru në shpirt. Me qësh është kjo gjithë? Me qëse të shpirtit dhe unë jam shumë e shpirtit. Po, e kam kuptu që je pak spirituale. E prandaj po thua shpirtit ti. E kam kuptu që... E kam kuptu. Me kohën njeri edhe sigurisht të mëson gjora edhe në gjora... Po Blerë se nuk është turp, se ke bërë botox në atua. Një sekundë Unë s'kom problem hesh. Unë të regoha që me moshën, me kohën njëri për shembull pjekët edhe kupton që nëse ti ose kush do i bën veti stres ose ka probleme në jetë, është shumë e kohë. Thjesht jeta është e bukur, jeta është duhet me vlerësu edhe sillë mirë me të gjithë edhe thjesht atëherë je rahat me jetën. Pavarësisht si tjetër sillë. Edhe ti Blero që thua ke bërë ndërhyrje me shpirtin. Po na mira po. I bukur. Ma flash tani, përderisa të kam lënë thash, okay. Blero, çfarë ke bërë ndërhyrje në shpirtin tënd? Shumë e thjesht. Mendoj që përveç realistit me shpirtërore, kur gjë tjetër s'mundesh ma turbullu atë pjesën ku unë mendoj që çdo sekond, çdo minutë tjetës do të vlerësu, duhet me nërsu tjetërin, jetën dhe thjesht gjithçka ka me ndodhë kohën e vetë edhe mos u streso për kur gjo, pa ma që çka vjen në jetë, është e kotë më stresu, sepse gjonat janë destinuar me ndodhë në formën e vetë. To janë mësime që ti ke marrë nga jeta, do me thënë më përpara s'ke menduar kështu dhe pastaj të ka ndodhur diçka që ke ndruar? Absolutisht është viteve të fundit, sepse unë lexoj bajke shumë, e kam shumë për qef Oshon, e kam shumë për qef Paulo Coelho, edhe një ndër ata që unë shumë i kam për qef të lexoj, po çështja që nuk e di pse ne si njerëz si qenë duhet më stresu për gjëra në jetë. Me mund të kem diskutime, por s'ka nevojë as ka hapësirë për asnjë komunikim ose energji të keqe, ka nevojë ose hapësira është vetëm për energji të mirë, gjithçka mund të jetë me diskutim edhe përfundim. Dero, me që po flasim për shpirtin, si e ke shpirtin në këto momente? Të zëna, të pa zëna, flas për dashurinë, Blero. Po, të zëna kam, absolutisht. Okej, me kë? Si e ka emrin? E kuja është? Mendoj që është... Backstage. Mendoj që është... Jo, backstage, ja. Si ta e kuja është, e kuptova. E kujt është? Vajza kujt është? A janë farë familje? Qika kujna është? Ja, ta dhëm do dhëm. E babës së vetë. A janë që është të lajtuash për viktimi më po. Patur disa postime në fakt. Ato mi thonë në bëhet problem. A je i dashuruar, Blero? Ka patur Blero? disa postime, bëhet fjalë pikërisht për atë vajzën që kemi parë këto kohët e fundit, kanë qenë disa postime mistike. Pra, ajo vajza nuk është zbuluar totalisht nga portreti. Unë mendoj që ato postime që po këpa heret janë postime që e kanë aludime, nuk thjesht, ka një kohë e caktuar me një caktuar, por jam shumë i lumtur ku jam tash, edhe jam shumë Nuk bëhet happy. fjalë për të njëjtën, pra. Nuk bëhet fjalë për të Jo, njëjtën. absolutisht jo. Blero, të kam parë në një intervistë me ish gruan tënde afronën. Një sekond, Egla. Bëhet fjalë për një vajzë tjetër. Kjo vajza tjetër. Bëhet fjalë për shpirtin tim, si jam shumë i lumtur. Tha që jam i dashuruar, prandaj e hodha. Kjo vajza tjetër. E pyeta dhe kush është, por nuk na e tha. A se kujt është? Është më e bukur Aty kam goshtë. Është më e bukura në botë. Kështu thonë gjithë. Tash Not very original. Këtë shyshni është. Kështu thonë gjithmonë. Çdo herë. Dëgjom, mëse ti veç e kuptova që je nënën spirituale. Domethënë ideja që s'po du me him as me filozofu as kur gjë, ideja që më mendoj që bukuria e një lidhje është rehatia dhe respekti. Varet, për ty. Sigurisht edhe ona atraktive, nuk ndodh pa ndodh
ana atraktive është fillimisht, kurse tjetra vjen mandej. Që mendoj që çaj është. Po për disa persona është reatia, disa është pasion. Reatia që do të thot Blero, në të cilën ti nuk e ke patur me afronën. Këtë reati. Që do të thot që ka ndryshuar stili yt i jetesës me lidhjen tënde të re? Reatia do të thotë kur ti je vetvetja 100% 24 orë pa dashur me vu maska. Me afronën nuk e qen po thua, këtë po thotë. Jo, mos kemoj me sek emra tash, ajo ka qenë kohë kaluar. Një kohë kaluar, gjë që unë mendoj që është provoj, dhe sigurisht është shumë okej. Unë kërkoj ndjes sepse emrin e solla unë, po për një arsye krejt tjetër, jo për të bërë këto pyetje. Unë pash një para se të kishim sonte të ftuar, sigurisht që bëra një check dhe pash një video shumë emocionale, të them drejtën, më preku dhe mua dhe më emocionoi dhe ishte pikërisht intervista që Afrona të ka bërë ty në një podcast të saj ndoshta? Po. Dhe më është dukur si film ajo intervistë, me dy njerëz që kishin kaq shumë gjëra për t'i thënë njëri tjetrit, që kishte një lidhje, një fije shpirtërore që ndihej akoma. Por pas asaj, Blero, këtu doja të dilja, domethënë nuk ishte pyetja te Afrona, që për mua ishte një intervistë fantastike. Faleminderit. Pas asaj më doli një video shkurtër ku ti kishe qenë në një podcast tjetër me dikë, me një zotëri dhe kishe folur keq për atë intervistë. Me nota negative, jo keq. Kishe thënë që Afrona e kishte përdorur ty ose historinë tuaj në atë podcast për të lëshuar një lot apo pra diçka të kishte bërë çfarë të bëri domethënë duhet të them. Unë nuk e mbaj mend që më kanë podcast që fol ashtu për tjetër përveç. Është në video. Okej, ama vetë ta di. Dëgjom, nuk e besoj që unë kam folur në formë tillë për Afronën mas podcastet me Afronën. Dëgjom, unë kam mujt me pas. Ka bëjmë një intervistë shumë. Ka të bëjmë një intervistë që është. Jo, nuk ka podcast, është intervistë. E ngatron Egla, nuk ka lidhje me atë. Ai intervistë ka qenë po vitin që ne jemi ndo me Afronën. Domethënë i bjen podcastin ka ndodhur për shembull këtë vit, para 2 vite ka ndodhur ai intervistë. Videoja referoi podcastit. E kuptoj, dëgjoj, nuk ka mundësi, ja, thjesht po, absolutisht. Faleminderit për sqarimin. Jo, është ajo ka qenë prive Klan Kosova, ku kam japë intervistë në se më thon kohën kur ne veç u ndam. Ka qenë një mlef branda me edhe gjithçka. E kam shpjeguar edhe në podcast. Sidoqë tjetër ka qenë forma qysh largimit ose ndarjes. Po, që ke si materialist. Po, absolutisht e kam ndi veten ashtu. Por me kohë njëri e mendon edhe thjesht e analizon edhe thjesht kupton që okej, jam gut pak edhe normalisht 7 vite më Afronën, mandej sigurisht njëri është me mlef në moment ku ndodhin shembull ndarja, kuptim formën e tillë.